Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk e di saktësisht kur filloi lodhja, por e di që një ditë u zgjova dhe sikur çdo nerv i trupit tim më thoshte: "Tina, ke ngecur në jetë." E kam kaluar thuajse të gjithë 20-tat e mia dhe tashmë të 30-tat, duke qenë e fejuara e dikujt, por kurrë nusja e askujt. Është një ndjesie e çuditshme, si të jesh gjithmonë në korridor dhe asnjëherë në dhomën ku mendon se do hysh. Unë dhe Ani u fejuam kur ishim të dy 21 vjeç. Të dy na dukej si një kapitull romantik që sapo kishte filluar. Ai punonte jashtë, unë studioja dhe njerëzit silleshin rreth nesh sikur ne ishim shembulli ideal i një çifti të qetë dhe të sigurt. "Në tasmën tuaj do këndoj unë," thoshte kushërira ime. "Do vishesh si princesh," më thoshte mamaja. Unë qeshja, në atë kohë besoja gjithçka. Vitet filluan të rëshqisnin, një vit kaloi, pastaj 2, pastaj 4, ai gjithmonë kishte një arsye të re pse nuk ishte koha e duhur. "Duhet të kursejmë më shumë, jam i ngarkuar në punë, do bëjmë një dasëm të madhe, jo tani, nuk dua të ngutemi." Ishin fjalët tipike. Shpreha "nuk dua të ngutemi" më ndiqte si hije. 10 vite nuk janë ngutje, janë një jetë e tërë, por unë e doja. Dhe e mbaja shpresën si një qeri të vogël në erë. Në vitin e 7, mësova rastësisht diçka që më ndryshoi mënyrën si i shija gjërat. Ai kishte treguar të tjerëve se nuk ishte gati për martesë, por jo për shkak parash. Thoshte se Tina është shumë e mirë, por nuk jam i sigurt nëse është gruaja e duhur. E lexova mesazhin e tij në telefonin që la mbi tavolinë, pa dashur dhe pa kërkuar. Sa qeshja ai kur mu afrua, dhe në fakt sa u thye diçka brenda meje kur unë nuk qeshja dot. E kuptova që po më çonte në një pritje të përhershme. Shoqet e mia martoheshin, disa bënin fëmijë direkt pas një viti, disa madje u divorcuan dhe u martuan sërish. Po unë isha ajo Tina që rri e fejuar kot më kot, dhe njerëzit filluan të më shihnin me mëshirë të e heshtur. "Goca, kur do martohesh, po ti çfarë pret?" Pyeti që mi hidhnin sigur edhe kur nuk donin të më lëndonin. Por goditja e fundit ishte para disa muajsh ku i thash me zë të ulët dhe të qetë: "Realisht dëshiron të martohesh me mua?" Ai u ngurtësua, u zbe, u hutua dhe më tha: "Tina, martesa është përgjegjësi e madhe, nuk e di nëse jam gati. Nuk e di nëse do jem ndonjëherë gati." Aq. 10 vite, 10 rrudha të padukshme rreth zemrës time, 10 shpresa të ngrira. Aty e kuptova se ai nuk më mbante sepse më donte, por sepse kishte frikë të më humbiste, ndërkohë që kishte frikë edhe të më mbante. Mora frymthell, u ngrita, mora çantën dhe dola. Më tha: "Ku po shkon?" I thash: "Do jetoj për vete. Për ty kam jetuar mjaft. Sot jam 32 vjeçe, nuk jam më e fejuar, nuk jam as e martuar, por pas 10 viteve pritje, më në fund jam e lirë. Dhe nuk kam frikë nga e ardhmja, kam frikë vetëm nga humbja e kohës, dhe nuk do ta lejoj më askënd të më marrë vitet në këtë mënyrë."